Bota para njeriut. Roli i gjindve në tokë. Në fillimet e ekzistencës së tokës, përpara krijimit të njeriut të parë Ademit alayhis salam, Islami na jep disa dritare të kufizuara, por domethënëse mbi një krijesë tjetër që banonte në këtë botë. Gjindët. Këto krijesa, të përmendura në mënyrë të qartë në Kur'an dhe në hadithet autentike, përbëjnë një pjesë të padukshme të realitetit që bashkëjeton me ne, por që nuk perceptohet nga shqisat tona. Sipas burimeve islame sunite, gjindët janë krijuar nga flaka patym, një element i ndryshëm nga balta prej së cilës u krijua njeriu. Kjo natyrë e tyre u jep atyre aftësi që të i kalojnë kufijt fizike të botës njerëzore. Lëvizje të shpejtë, aftësi për të marrë forma të ndryshme dhe për të jetuar në dimensione që nuk janë të kapshme për ne. Megjithatë, ashtu si njerëzit, edhe ata janë krijesa me vullnet të lirë, mund të zgjedhin midis së mirës dhe së keqes. Para krijimit të Ademit alayhis salam, shumë dietar islam kanë përmendur se gjindët banonin tokën për një periudhë të gjatë kohe. Ka transmetime nga dietarët e hershëm që sugjerojnë se ata ndërtuan jetë, u shumuan dhe krijuan shoqëritë të tyre, por ndryshe nga natyra e balancuar që pritej prej tyre, disa prej gjindëve u përfshin në korrupsion dhe përçarje. Këto rrëfime mbështeten pjesërisht në interpretimin e ajetit kur engjëjt pyesin: a do të vendosësh në tokë dikë që do të bëjë çrregullime dhe do të derdhë gjak? Disa dietarë kanë shpjeguar se kjo pyetje mund të lidhej me përvojën e mëparshme të tokës me krijesa që kishin bërë trazira, dhe këtu përmenden gjindët. Sipas këtyre interpretimeve, ata kishin arritur një gjendje ku konfliktet dhe padrejtësitë ishin të përhapura, madje përmendet edhe derdhja e gjakut mes tyre. Edhe pse natyra e tyre është ndryshe nga ajo e njeriut, termi gjakderdhje përdoret për të përshkruar dhunën dhe shkatrimin që mund të kenë shkaktuar. Megjithatë, është e rëndësishme të theksohet se këto detaje nuk janë gjithmonë të përmendura drejt për drejt në tekstet më të forta, por janë pjesë e shpjegimeve të dietarëve dhe traditave të hershme. Ajo që mbetet e sigurt është se gjindët ekzistonin para njeriut dhe se ata, si krijesa të përgjegjshme, ishin të ngarkuar me një mision: adhurimin e Allahut. Ky është qëllimi i përbashkët i krijimit të tyre dhe të njerëzve. Se i përket vendbanimit të tyre, hadithet dhe tradita islame tregojnë se gjindët preferojnë vende të caktuara, shkretë të tira, vende të braktisura, male dhe zona të papastra ose të errta. Ka gjithashtu tregime që sugjerojnë se ata mund të jenë të pranishëm edhe në hapësirën pranë njerëzve, por në mënyrë të padukshme. Kjo do të thotë se toka nuk ishte e zbrazët para Ademit alayhis salam. Ajo ishte e banuar nga këto krijesa të padukshme. Një pyetje që lind shpesh është: a jetojnë gjindët ende sot? Sipas besimit islam, përgjigjja është po. Ata vazhdojnë të ekzistojnë paralelisht me njerëzit në një dimension që nuk mund të shihet. Disa prej tyre janë besimtarë dhe ndjekin rrugën e drejtë, ndërsa të tjerë janë të devijuar dhe mund të shkaktojnë dëm. Megjithatë, fuqia e tyre nuk është absolute dhe ata nuk kanë kontroll mbi njerëzit përveç se me lejen e Allahut. A janë gjindet krijesa të frikshme dhe të rrezikshme? Përgjigjja kërkon një qasje të balancuar. Jo të gjithë gjindet janë të këqinj. Ashtu si njerëzit, ata kanë kategori të ndryshme, të mirë dhe të këqinj. Frika ndaj tyre shpesh buron nga padituria ose nga tregimet e egzageruara. Në realitet, Islami mëson se njeriu nuk duhet jetojë në frikë prej tyre, por të mbrohet përmes besimit, lutjeve dhe përmendjes së Allahut. Sa i përket fatit të tyre të hershëm, nëse u zhdukën apo u ndëshkuan, nuk ka një rrëfim të prerë dhe të konfirmuar në burimet më të forta që tregon një zhdukje totale të tyre nga toka. Përkundrazi, kuptohet se ata vazhduan të ekzistojnë dhe se prania e tyre nuk u ndërprej me krijimin e njeriut. Në përfundim, rrëfimi për gjindët para Ademit alayhis salam mbetet një përzierje mes asaj që është e konfirmuar dhe asaj që është interpretuar. Ajo që di me siguri është se ata janë një krijesë reale, e krijuar para njeriut, me përgjegjësi dhe zgjedhje, që jeton në një botë paralele me tonën. Historia e tyre na kujton se toka nuk ka qenë kurrë thjesht një hapësirë fizike, por një skenë ku janë zhvilluar forma të ndryshme të jetës, secila me provën dhe misionin e saj.